Hoq, po du një mendim prej teje, thot kam 2 vlezër më të mëdhaj se unë, mirë po sa po janë martu, janë largu shumë. Mendim jam, pra, po të thamon që edhe ti që në ke bashku me neve tjerve, njëjtën vorbull, të njëjtën situatë, problematik, gjendje, është krejt dujaja. Andaj heq më se baj gajle, se as nuk je ma mirë se tjertë, as ma ketë se tjertë. Kështu është jeta, nuk duhet mu habit. Njerëzit kur martohen, ngushtohet rrethi. Nuk është si përpara që kanë jetu familjet e mëdhaja, kanë pas gajle për njëri tjetrin. Sot veç të shku të ngushtu rrethi. Ndoshta imponohen gjërat, ndoshta për qef. Për tani mu marrë me ty, pse të ka motër, ose të ka vlla. Ta neve grune vet me fëmijët e vet. Shumica e njerëzimit janë në këtë gjendje, prandaj as je rasti parë, as i fundit. Pajtohu, kalo sa të munësh ma lehtë, mos e merr nga zemrës këtë situatë, edhe alhamdulillah. Allahu na rujtë na përmirësoft të gjithëve.